Okej. Historia e timore është e thjeshtë, siç e thonë edhe avokatët, këtu është e lehtë të kapësh vjedhjet në dukje që mund të bëjnë nuk mund të po pse më pret të bursa unë drejtohem kamrës. Jo, të bësh hetimin. Po valla të kapësh vjedhje të bursa, vjedhin më burr tani, vjedhin para tona, vjedhin, tash ta pranojmë këtë, po kush prezumohet i pafajshëm prezumohet, kush të dënohet të dënohet. Po ti ishte kjo vjedhje që thua ti dhe popullit po i bën sqarimin ti. S'duhet të ishte ngrit ky popull që u ngrit në 2011 për shembull? Fol që ta Jo, sepse unë nuk e kuptoj këtë. Kanë vjedhur këta, po këta ky popull ku është që të ngrehet që të akuzoj këta? Se këtu u bë një video dikur, edhe kush ky popull? Rridhe videt. Se më fal, ta them një batutë, ma lejo këtu, se lejo. Prandaj them mos e thuj, sepse ky popull mbase. Ma lejo në sken krimi këta. Më dëgjoj, batutë dhe për ata që nuk do ta themi me gazetar se është i njohur. Po ka qenë, unë isha në fillimet e mia se dikur për ata që se di, nuk kam qenë jurist e avokat, kam qenë unë një cop gazetar. Punoja kur isha student. Vinte Nano për herë të tretë të katërt si kryeministe. E marrën Antifatos Nano hikte vinte si donte qefi. Dhe vinte për herë të tretë diku në 2003-shi. Në një konferencë për shtyp sa kishin dalë ato për herë 50.000 lekë aso kohë. Dhe pasi mbaron gjithë konferenca për shtyp i thot një shakaxhi i madh si gazetar i thot zoti Nano thot lutem thot a mund të më shpjegosh ç'është kjo historia juaj herë vini herë ikni nga kryeministi çau intereson kjo historia e kryeministit. Te Nano siç ishte Nano rrahmet pasi ndrit shpirti aty ku është nxirr portofolin nxiri 50.000 lekë dhe thot e merr dhe fut një brenda i thot. Dhe thot kam gjithë të kohë që duhet ta harxoj këto dhe s'pa harxoj dot. Okej. Kështu që benefitet e kuptove të tani a ka vjedhur? Jo. Okej, mirë. Një çështje me interes të lartë politik dhe publik është të trajtojmë faktin që brenda Partisë Demokratike po përpiqen të zhvillojnë një garë. Mirë po për klaset që janë krijuar brenda opozitës, pra kësaj partie kryesore opozitare, kanë nxjerrë në pa lidhje të mundshme të elementëve të caktuar politik me emra të botës krimit. Të lutem regjia, më kalo me silën, të rikthejmë për diskutim. Dhe në gjithë të histori, duket sikur kjo ka prodhuar një vështirësi. Ka ngelur Berisha i vetëm në garë, të tjerë element ndoshta për përmendje në lidhje me botën e krimit, po ashtu edhe për vetë Berishën janë bërë le themi këto ndoshta për familjar të tij, këto lloj deklarimesh publike për lidhje të mundshme, financime të errëta, para nga biznesi e të gjitha këto me radhë. Tani këto vinë në formë e pretendimeve politike. Zhllima, unë dua të jem shumë i kujdesshëm në këtë emision, por pyetja është e tillë. A mund themi në një moment që ky është një realitet që elementë të caktuar, qoftë opozitës, qoftë të pushtetit, janë aty ku janë dhe mbështeten nga element botës krimit? Partia Demokratike dhe zoti Noka ka zgjedhur një gabim, ose më mirë ka bërë një gabim dhe ka zgjedhur një strategji të gabuar duke treguar vazhdimisht që ne kemi një narkoregjim, krim, banda në rrethet e qeverisjes së vendit. Unë si qytetari thjesht, po edhe në cilësinë e avokatit, nuk kam kaq shumë dieni të grupeve kriminale, nuk kam kaq shumë dieni që çfarë ndodh vazhdimisht me element të krimit, por zoti Noka ka shumë, të thosha, informacion, detaje, ka shumë gjëra. Dhe mua më çuditi kjo gjë, di pse? Se pasi ndolli ajo me afatin kohor për të bërë depozitimin e kandidaturave, zoti Noka doli aty dhe tha grupi Agasi, grupi Çela dhe emra të tjerë. Unë çudita dhe thash tani atë e ka për Edi Ramën apo e ka për ata të cilët dikur qante para një viti që po u burgoste nga drejtësia e Partisë Socialiste, zoti Sajani, këtu do të bëjmë demokraci se erdhi rithemelimi. Pra, mua më ngatroi, për shembull, unë ngatrova shumë nga zoti Noka dhe tani dua një qartësi. Pra, ti the Agasi nuk vendos kryetarin e partisë këtu. Ti the, Suel Çela nuk vendos kryetarin e partisë këtu. Më fal, tek Partia Demokratike u vendos ka ndonjë kryetar edhe përfaqëson një grup të caktuar interesi pra të botës së krimit? Se mua këtu është që të them atë fjalin, po mirë, po këta që e kanë ta tyre, po ti kujt je? Pra, mua më çuditi kjo. Kur e dëgjova thash, është Partia Demokratike që fliste për rithemelimin? Është Neni Basha që fliste për
të lirinë edhe zgjedhjet e lira dhe të ndershme në parti? Pra, si mundesh ti të dalësh me datën 8 maj, se më erdhën në të gjitha në të njëjtë momente dhe unë për shembull nuk jam antar i Partisë Demokratike, kam thënë publikisht dhe them, unë nuk jam antar i Partisë Demokratike, por nga aspekti parimor që Nongrada Berisha ja kanë bërë qëllimisht, që Partinë Demokratike e çuan tek gjykata për vulën qëllimisht, që Berishën i vendosën gjithçka qëllimisht, dëmtojnë Partinë Demokratike, një parti historike në këtë vend e ka mbajtur qendrimin tim, por unë nuk mund të pranoj që një që merret me kaseta duke thënë banda Edi Rama, banda Edi Rama, duke fuqizuar grupet kriminale, se promovimi i grupeve kriminale, Qagasi, ky bën namin ata në përqarqe, çfarë e dobëson Partinë Demokratike? E di pse? Se kur është një fshatar atje në një majtë të fshatit, e dëgjon që një person që është përmendur nga Sali Berisha është kampion i krimit, ai nuk shon të votoj Partinë Demokratike, dhe ta doj. Ai o rri në shtëpi o bën pakt me krimin. Pse? Se ai nuk do të sakrifikoj familjen e tij duke dëgjuar zotin Noka ose duke dëgjuar zotin Paloka duke thonë që kemi mbledh dhe kemi mbush kuti për Lulbashën. Pra, unë u çudita kur dëgjova këtë gjëra. Ti e beson që krimi është mbrapa figurave të caktuara politike? Edhe një herë, unë mendoj që pjesërisht, unë mendoj që pjesërisht politika shqiptare ka punuar me krimin e organizuar ose ka punuar më të fortit. Këtë nuk ma heq asnjëri nga mendja ime. Pse? Sepse në rast se ju do të shikoni në kohën kur Lulbasha ka qenë kryetar partie, detyroi që të vendoset ligji i dekriminalizimit. Pikrisht ligji i dekriminalizimit nuk erdhi për të pastruar politikën. Është një mashtrim. Pse nuk ishte për këtë? Jo, prit, edhe ma dëgjoj me kujdes. Krimi organizuar, t'jemi realist, ç'a bën? Sjell lek nga jashtë, i sjell në Shqipëri. Dhe nga Shqipëria këtu ke parë që njerëz të botës së krimit janë bërë me universitete, kanë ecur, se kanë bërë edhe universitet dhe është puna e tyre. Por, për shkak se ata kishin avancuar dhe ishin bërë me universitete, pra në Shqipëri, për shkak se dëshmia e penalitetit të tyre ka qenë e pastër, ishin në rregull. Pra, në politikë, që do të thotë, mund të bënin drejtor, mund të bënin deputet, mund të bënin ministra, këtë gjëra, po ishte një peng i madh për Edi Ramën, për Lulzim Bashën dhe për kryetarët e tjerë të partive. Pse? Sa ata ishin konkurrent të brendshëm, po ishin të fuqishëm, çfarë komandonin botën e krimit. Si komandohet bota e krimit? Përmes paras. Dhe këta u bërën të gjithë bashkë, dhe ma dëgjoj me vëmendje, dhe këtu banditët ta dëgjojnë, pra banditët. Për mua janë normal se po nuk ke bërë të keq, po pavarësisht çka ke bërë në jetën tënde nuk do ta majm 100 vite çka ke bërë ti. Dhe ç'a ju bën? Ju përdorën duke ju marrë çfarë votën, influencën në zonë, duke ju futur edhe në burg, tani duke ju sekustruar edhe pasuritë që keni ndërtuar në Shqipëri, po duke i përfituar nga jashtë shtetit. Pra, ju bërën tabelqitje, ju përdorën, ju shtryllën këto vite, 34 vite, dhe ju futën ligjin e dekriminalizimit për të ju spostuar nga politika, që të i vazhdoni dhe të jeni në varësitë atyre që ju përdorin çdo 4 vite për të mbledhur vota. Pra, ligji i dekriminalizimit nuk ishte një kërkesë europiane, që është mashtrim që është bërë ndaj juve që keni, edhe jeni akoma edhe mendoni. Kriminalet po thua, po i bëni thjesht. Çfarë ndodh? Do të bëjmë një krahasim. Jo me mua, fol dhe me mua, fol dhe me mua. Po kemi edhe me mua. Janë miliona. Dëgjoj mua. Ti je një ndër milionat. Po je kryesori se na pranon këtu edhe na fton. Tani, më dëgjoj pak të them diçka. Është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh? Rasti Beleri. Pse do ta marrim si një rast? Ligji i dekriminalizimit në Shqipëri atë ndalon të kandidojë, do të marrë pozicione për 5 vite. Këtë sa po kaloi Saljanin e ndalon, sepse është ndalues. Tani, ne a do integrojmë në Bashkimin Evropian? Po. Po, mirë. Po ti ke thënë tek populli që ligji i dekriminalizimit është edhe një kërkesë e Bashkimit Evropian, është një kërkesë e partnerëve evropian. Prej tani. Po mirë, lind pyetja e thjeshtë. Po mirë, Beleri përmes Greqisë shkoi u bë eurodeputet. Po Bashkimi Evropian, nëse do ta kishte atë kriter, nuk do ta kishte ndaluar Belerin të kandidonte? Okej. Prandaj banditë të famshëm që ju kanë bërë këta, duke ka edhe njerëz të cilët këta thonë emra kot thjesht për me bënë një show, por
bandet kriminale ose personazh të cilët janë pjesë e botës së krimit ose kanë bërë një gjë në gabim në jetën e tyre, dhe më pashëm, po këtu kanë ndërtuar karrierë, familje, gjithë këto, s'ka pse ta marrin si koha e komunizmit, je kundër partisë e gjithë partia është kundër teje. Pra, ky diskriminim dhe kjo lojë e famshme është bërë qëllimisht nga politikanët që të vjelin nga grupet kriminale, të marrin të gjitha dhe pastaj grupeve kriminale i çojnë policin, prokurorinë, përhetimet dhe gjitha. Faleminderit. Besoj isha i qartë, por ju vazhdoni punoni për partitë në pushtet që ju nga mjes deri në darkë ju përdorin, sepse kënaqeni me vetëkënaqësitë. Faleminderit. Nart, e vijojmë bisedën së bashku. Një realitet prania e grupeve kriminale në element të caktuar politik, qoftë tashmë në qeveri, qoftë në opozit, si e shikon? Në çfarë mund të shkaktoj kjo lloj, le të themi, përmendje emrave specifik nga vetë PD-ja për element PD-s, duke qenë se janë opozit. Krimi dje sot nesër do shkoj andi nga frynera. Madje thuhet që kriminalet janë si punë e mive. E ndjejnë tërmetin më shpejt se sa të tjerët. Pra e kuptojnë se nga do shkoj historia politike. Ka nga ata, të cilët merren me botën e krimit, po themi unë, që do rodhisin në të dyja anët. Diku 70% me 30%, diku 60% me 40%. Pra, ka ndodhur, ndodh sot dhe do ndodh nesër, se jo pa qëllim, ata që ishin oligark në kohën e Zotit Berisha, janë oligark edhe në kohën e Zotit Rama. Se në qëse do ta quash oligark Shefqet Kastrati, me gjithë respektit, se s'kam asnjë lloj arsye për t'ia përmendur emrin, po e marr si krahasim, është i njëjti Shefqet Kastrati ku ju mblokua trau i rrugës së Kombit fillimisht dhe pastaj shkovi nul noka dhe agriti, është i njëjti person që bën sipas teje apo syresh të tjerë pazare dhe me qeverisin e Zotit Rama. Kjo është qenurit biznesmen, okay. Kërkova ndjesja mora, për qenë korrekt. Po ta them se si është. Pra krimi në tërësinë e vet nuk njeh ngjyrë. I majt, i djath, komunist apo ballist. Shikon interes. Sepse për ata interes është leku dhe të mos futen në burg. Dhe kush ja jep këtë lloj mundësie, me të e bëhen. Dhe këtë lloj instrumenti e kam përdor të majt dhe të djath. Dhe kur unë kam thënë dhe them vazhdimisht që këta nuk janë në opozit, sepse nuk ka mundësi që t'jesh në opozit dhe të bësh 10 herë më i pasur se ç'ke ku ke qenë në pushtet. E kam dëgjuar këtë nartë, kanë artikuluar dhe ish deputet deri në shtator të vitit të kaluar, kur hoqën kostumin e deputetit, kanë bërë dhe status edhe reagime publike që thonë që opozita, kanë qenë brenda ata, opozita ka përfituar shumë nga qeveria dhe kryesisht tek lejet e ndërtimit. Vazhdojnë ndjes për ndërprerjen, po duhet specifikohet që kanë thënë nga brenda vet ata. Edhe unë që kam qenë jashtën, nuk është se jam pa të. Tani, rast konkret, unë kam dëgjuar që për zotin Ervin Saliani e lidhin me ta shtuqohet në banë të Suel Çelës që themi. Më intereson ku i ka thënë organizatë kriminale asaj, por më intereson fare as se kushes as nuk jam as avokat as prokuroria e tij personi. Po, në botën e tij, le të jenë në botën e tij, nuk më intereson. Po mua më intereson një gjë për të qenë korrekt me veten time. Se në Elbasan është përjashtuar Doris Madhi, një nga këshilltarët e Partisë Demokratike aty, dhe u atakua Ervin Saliani me idenë që kanë votuar ose janë bërë pjesë e lojës së Suel Çelës, por nuk ka guxim nul noka dhe as Sali Berisha që të thonë që kryetari i Partisë Demokratike deri dje në Elbasan, sot deputet i Elbasanit, është në kuvend. Në kuvend, Blendi Hinçi, ka qenë kur ishte këshilltar në Bashkinë e Elbasanit, ka votuar pro zgjatjes së kontratës të tregut të Elbasanit për babajnë e Suel Çelës. Ky është fakt. Se kam shpikur. Po, s'është opinion, është fakt. E ketë proces verbal. Ti shkoj ta marrin te proces verbali atje, që e ka firmosur ky zotria.
Ky është deputet i Elbasanit. Mund ta ketë bërë në bindje të plot dhe mund t'i ketë takuar që ta marrin rinovimin e kontratës. S'po Nuk dim kushtet, pra nuk i dim çfarë kushtesh ka pas kontratë. Po s'më intereson pra. Okej. Mua më intereson, ky është fakt. Doris Madhi është përjashtuar se me gjasme kjo zonja ka dalë jashtë kur është votuar. S'ka qenë fare në votim. Kjo përjashtohet sot se e lidhu me PS-n. Ky zotëria që është deputet i nul nokës, ky nuk ndodh asgjë këtu. Ky është fakt. Ne po flasim për fakt. Pra ndralla, duros se tani të më. Pra ndralla mund të bësh çfarë duash. Unë jam prej 1995 se antar i Partisë Demokratike. E them me mburrje dhe krenari. Edhe me mburrje edhe krenari. Uroj që mburrja të më bie dhe po Mbash. Ashtu, kurse krenaria ndoshta do vdesi me mua. Nuk ka turp më të madh për mua dhe e them botërisht me atë që unë shikoj sot se çfarë po ndodh në këtë parti e konsideruar demokratike. Tash të më lejojnë qytetarët që kjo sken krimi është, domethënë trajtoj jo, po ja pra një sekond se këtë momentin dua ta sqaroj. Ky është emision sken krimi, por neve na intereson dhe një realitet i cili vjen në kontekstin politik të gjës për të shërbyer dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh brenda PD-s na. E kisha nevojë për këtë bërë. Okej. Në ka turp më të madh thash për mua që ta kuptosh se çfarë ndodh sot aty. Ti largon nga gara 1, 2, 3, 4 personazhe, të cilët mund të kenë një feedback apo background të fortë apo më të lehtë, dhe shkon dhe degeneron historinë, nul noka sërish, me i remen. S'ka mas edhe një gjë me këtë zonjë se një fare, ajo madje ishte të galvanizuar sepse doli dhe tha, unë tha respektoj të vdekurit dhe ashtu të respektoj dhe të gjallët, do fitoj me 99% vota, pak e kishte kaluar edhe mbi kasurrelat e veta. Historinë e vet, po në drejtë e saj ta mendoj, dhe pas 12 orësh kur gjithë rrjeti social u kthye në një meme, sa u kthye Sali Berisha nga Zagrebi, e përjashtua në hoqen dhe këta dhe doli vetëm zoti Berisha si kandidati i vetëm. Pra, një mënyra për një tjetër themun e hangën turpin me buk, po këta sa turpe ka ngërën këta... Se realisht zonja mund tjetë zonja nderuar, mund tjetë një mjek... Po ta kuptosh tash i këtës duhet të dalë diku tjetër, Onar, tash i më lërë që të të vite logjika. Se na theje demokrat, përndaj do të jap... Zonja mund tjetë zonja nderuar, mund tjetë mjeke e nderuar, por në Partinë Demokratike publike ato se çfarë shohin njerëzit, duke me zero kontribut. Po mund të preve edhe një tjetër do ta bësh emisionin sonde vetëm. Nuk e do ta bëj vetëm, unë sepse e kisha të rëndësishme për ta bërë këtë marrë sepse më the u kthye në meme edhe më përmendë dy terma që unë nuk kthye meme ajo. U kthye PD-ja në meme thash. Mos e ngatroj historinë, thash u kthye PD-ja në 12 orë u kthye në një meme të madhe. Sepse pikërisht zonja nuk ishte kontribut politik, po them prandaj u kthyen meme. Po pra, pse nuk mundesh. Dhe prandaj thash që mund të jetë zonjë shumë e mirë, profesioniste shumë e mirë. Por kontributin e kishte zero në publik dhe u kthye në meme. Erdhi Berisha nga Zagrebi? Po, edhe e hoqën. Okej. Edhe e hoqën e skualifikuan si të padenj për të kandiduar gigantin zotin Berisha. Në një mënyrë apo në një tjetër është gigant. Po për pyetje që u ngre është, kur ti je një personazh që e ke dominuar në mënyrë drastike gjithë jetën politike të Partisë Demokratike për 35 vite Berisha. Ti nuk ke nevojë me bë gjasme. Me gjasme ti nuk ke nevojë. Nuk ka mendje normale, nuk po them me IQ të lartë, normale në PD apo për te PD-s që sot nuk thot cili do qoftë që mund të kandidojë përballë Berishës, fiton Berisha. Sepse ashtu është krijuar aty historia. Kanë marrë peng këtë gjë në këtë partinë. Po, pra, po. Aty është marrë çdo gjë peng. Dhe tani, në momentin kur ti e ke pronë tënden, atë ke SHPK tënden, ti nuk ke nevojë që të bësh gjasme, sepse pastaj del si mreti Cullak, që thon sa bukur i e veshur, kur ai ndërkohë ishte laguriq. Pra aty del Albana, nuli me shok dhe thon, doktor, sa bukur të rika ky kostumi, kur doktori është laguriq. Pra ne nuk mundemi të bëhem sakrilegje të tilla. Pra nuk mund të gënjejmë deri në këtë parfeje. E treta,
Ti nuk mundesh më zotëri nderuar politikisht po flas. Nga njerëzit e ndarë, të thuash Edi Rama